Policia e Kosovës së fundmi ka arrestuar 16 shtetas serb me datat 5-6 prill në Gjakov dhe në Prizren, ku në mesin e tyre kishte edhe oficera aktiv të sigurisë së Serbisë. Sipas policisë, thuhet se 4 serb janë arrestuar në Gjakov rreth orës 18:30 pasi që kishin tejkaluar shpejtësinë në zonën e kufizuar, e që nga se si ishte pyetur nga zyrtarët policor se apo posedon diçka ilegale në vetur, e që i njëjti kishte mohuar një gjë të tillë dhe kishte thënë se mund të kontrollojnë veturën. Policia gjatë kontrollit në bagazhin e veturës së tyre me targa të Serbisë ka gjetur 2 thika, një sapat, fotografi me hartën e Kosovës, imazhe të pjesëtarëve të vrarë të grupit terrorist të Banjskës, të cilat edhe u sekuestruan. Drejtori rajonal i policisë në Gjakov, Lumni Graishta, nda në Facebook fotografinë e hartës së gjetur. Me urdhër të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Qysh edhe u morë vesh të arrestuarit janë Branko Rakic në vendbanim në Mitrovicën e Veriut, Nemanja Vamokic, togeri policisë me vendbanim në Novi Sad, Pavle Kragovic me vendbanim në Beograd, si dhe Milovan Stevic, kapiten dhe agent i ushtrisë serbe me vendbanim në Mitrovicë të Veriut. Me kërkesë të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, të dielën u mbajt një mbledhje e Këshillit të Sigurisë, pas të cilës u përmend edhe rasti në fjalë në një komunikat të lëshuar, në të cilën u përmend gjendja e sigurisë në vend dhe planet destabilizuese dhe ndërhyrjet kriminale të Serbisë. U përmend edhe arrestimi i 4 peligrinëve serb në Gjakov, e që kërkohet nga të gjitha institucionet edhe mekanizmat e shtetit të mbajnë lart vëmendjen dhe gatishmërinë. Ndërsa prokuroria themelore në Gjakov ka kërkuar 30 ditë para burgim për 4 serbët e arrestuar, kurse 12 persona të tjerë të nacionalitetit serb janë shoqëruar për në stacionin e policisë rajonale në Prizren, e që 2 prej tyre janë ndaluar për 40 tetor, pasi që kanë bërë prezantim të rrajshëm. Këtë ka bërë të ditur zyrtari për marrëdhënie me publikun Reshteri Vesel Gashi, duke thënë se SR 35 vjeçar dhe LS 34 vjeçar janë ndaluar për veprën prezantim i rrem si person zyrtar, e që sipas tij 10 personat e tjerë pas intervistimit janë liruar me procedurë të rregullt. Në lidhje me këto arrestime reagoi edhe ministri i punëve të brendshme në detyrë Xhelal Sveçla, duke thënë se sipas të dhënave fillestare dyshohet se ata kishin për qëllim mbledhjen e informacioneve për caqe të mundshme. Sipas tij 12 personat e arrestuar në Prizren tha se janë ndaluar teksa po strehoheshin në seminarin ortodoks të Bogoslavisë. Duke thënë, një zyrtar i policisë serbe me gradë të togerit policor ka lidhje të afërta familjare me antarin e grupit terrorist të Banjskës, Nemanja Radivojevic, e që ky i fundit është i afërt me Vladimir Radivojevicin, i cili është i dyshuar kryesor për vrasjen e reshterit Afrim Bunjaku, si dhe zyrtari tjetër ushtarak me gradën e kapitenit të klasit të parë, është lidhja ish generalit të inteligjencës ushtarake serbe, Jovan Miljanovic, ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti ka alarmuar se Serbia po vazhdon përpjekjet për të penguar formimin e institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, duke ushtruar ndikim tek disa deputet të komuniteteve jo serbe.